Shtetet e Bashkuara duket se po e shtyn Europën drejt marrjes së një roli shumë më të madh të arkitekturës së mbrojtjes së NATO-s, duke kërkuar që deri në vitin 2027 vendet europiane të mbajnë peshën kryesore të aftësive konvencionale të aleancës. Këtu përfshihen kapacitetet e inteligjencës, sistemeve, raketave dhe funksione të tjera kyçe të sigurisë. Kërkesa e përcjellë në një takim të kësaj jave në Pentagon me delegacione në disa shtete europiane u është dukur shumë prej tyre si e parritshme në një periudhë kaq të shkurtër kohore. Burimet e cituara nga Reuters përfshin një zyrtar amerikan dhe disa diplomatë në dieni për diskutime, thonë se mesazhi është dhënë në mënyrë të qartë në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon dhe përpjekjet e SBA-s për të ndërmjetësuar paqen mbetet e paqartë. I dërguari amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan së fundmi bisedime në Kremlin me një delegacion rus, takimi që presidenti Donald Trump e përshkroi si mjaft të mirë, ndërsa Kievi dhe aleatët evropianë mbeten skeptik për sinqeritetin e Moskës në procesin e paqes. Ndërkohë, administrata e Trump po e shton presionin ndaj Europës për të rritur shpenzime dhe përgjegjësinë e saj në fushën e mbrojtjes. Edhe zotimi i liderëve të NATO-s për të arritur investimet ushtarake në 5% të PBB-s deri në vitin 2035 nuk konsiderohet më i mjaftueshëm nga Washingtoni. Pentagoni u ka bërë të ditur vendeve aleate se dështimi për të përmbushur objektivin e ri mund të shtyjë SBA-n të ndërhiqet nga disa prej koordinimeve aktuale të mbrojtjes brenda NATO-s, një paralajmërim që ka shtuar shqetësime në kryeqytetet europiane. Krypresioni i ri sinjalizon një ristrukturim të mundshëm të balancave të sigurisë transatlantike, duke e vendosur Europën përballë një sfide historike në forcimin e kapaciteteve të saj të mbrojtjes në një afat të shkurtër.